Ministri i Jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, në takimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, akuzoi Serbinë se po përpiqet vazhdimisht të destabilizojë vendin e saj. Serbia nuk ka ndryshuar shumë, ajo përpiqet të destabilizojë demokracinë tonë dhe bën këtë jo vetëm përmes retorikës, por edhe përmes veprimeve konkrete të dhunshme që rrezikojnë paqen dhe sigurinë rajonale. Me 24 shtator 2023, Kosova u bë shënjestër e një grupi paramilitar me mbështetje të Serbisë, udhëhequr nga Milana Radojčić. Faktet janë të qarta, Serbia e ka armatosur, sponsorizuar e trajnuar të grup që kreu agresionin në Kosovë. Jo vetëm që ishte terrorizëm, por ishte akt lufte. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Marko Đurić, tha se gjendja e serbëve në Kosovë po përkeqësohet. Ai akuzoi Prishtinën për mbylljen e institucioneve paralele në veri të vendit. Në muajt e fundit, Prishtina ka përshkallëzuar fushatën për të shpërbërë sistematikisht institucionet serbe në të gjithë Kosovën. Këto nuk janë gjeste simbolike, por kanë pasojë të drejtpërdrejta tek njerëzit. Ne besojmë se në këtë moment nevojiten forca dhe energji të reja për dialogun, pasi deri tani nuk ka sjellë ndonjë rezultat. Përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara në Këshillin e Sigurimit, John Kelly, kërkoi nga Kosova dhe Serbia që të punojnë për zbutjen e tensioneve. Të njëjtën gjë kërkoi edhe dërguara e posaçme e OKB-s, Caroline Ziade. Qëllimi përfundimtar duhet të jetë njohja e ndërsjellë. Normalizimi i marrëdhënieve është jetik për Ballkanin Perëndimor. Këshilli i Sigurimit diskutoi raportin 6 mujor të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres për misionin e OKB-s në Kosovë.